ëndra ime është ta bëj te Kala e Gjirokastrës, nëse atëherë e bëra si gjithë të tjerët në për lokale dhe ambiente. Ajo që lambres në dasmën time dhe të tim shoqi ishte se kanë ardhur jashtë mase shoqëria e shkollës. Dhe ishte nga dasma, do më thënë që vetëm unë kisha mbi 25 veta që më erdhen nga shoqëria e shkollës, do më thënë gjithë klasa ime. Përveç që çfarë kam pasur në konvikte ndër vite. Te Kim Shoqi ishin edhe një herë aq. Dhe vjeri kur pas se çfarë entuziazmi dhe shoqëria në dasmën time, i ftoi duke ditur shumë mirë që nuk ishte vende të nesërme në dasmën e Tim Shoqi, edhe shoqërinë time, që të vinë të nesërme po. Sepse 2 vitet e fundit ne të gjithë ishim nxënës të Tim Shoqi. Dhe përveç atmosferës shoqërisë, rastisi që u bë profesori. Dhe kështu që u krijua një situatë e kësaj natyre dhe ishte vërtet shumë interesante.